Përgjegjësia e edukimit moral. Qëllimi ynë me edukatën morale është përmbledhja e parimeve të moralit, mirësive të edukatës dhe emocioneve të cilat duhet t'i ngulisë në vete qysh prej moshës kur dita dalloj të keqen nga e mira dhe të logjikoj, e që kur të rritet e të bëhet i ngarkuar me obligime, ashtu që i tilli gradualisht të bëhet një djalosh që do të di ta rregullojë jetën. Nuk ka dyshim dhe asnjë diskutim për atë se mirësitë e moralit, të edukatës dhe të emocioneve janë fryt i besimit të fuqishëm dhe i fesë të vërtetë. Fëmia që në moshë të re duhet ta fillojë jetën me besim tek Allahu, të edukohet që vetëm atij t'i friksohet, që të di se Allahu e mbikëqyr atë që vetëm tek ai të mbështetet, të kërkojë ndihmë vetëm prej tij dhe t'i dorëzohet vetëm atij. Kjo duhet të bëhet vetëm për atë që ai t'i ketë nën kontroll ndjenjat, që të jetë në gjendje ta pranojë çdo gjë që është e vlefshme, e fisnike dhe që ta bëjë tradit në vete që gjithmonë të jetë me moral të vlefshëm e fisnik. Vërtet feja është ajo që mbjell thellë në shpirtin e fëmijës faktin se Allahu është mbikëqyrës, që fëmia ta di se për çdo ndjenjë e mendim ka përgjegjësi tek Allahu. Të gjitha këto janë pengesë ndërmjet fëmijës dhe cilësive veprave të këqija, traditave të neveritshme dhe të ignorancës. Mirë po, fëmia është i gatshëm që t'i pranojë të gjitha traditat e mira e të pranueshme, të ngulisë në shpirtin e tij çdo normë të moralit fisnik, me qëllim që ai të jetë personi më i moralshëm e më i edukuar. Suksesi i një praktike të këtillë është të vërtetuar nga vetë prindërit, nga shumë edukatorë dhe pedagogë. Kjo praktike e edukimit ka qenë e njohur dhe te të parët tanë. Kemi përmendur më herët rastin e Muhamet ibn Sevarit me të birin e motrës së tij, Teseturin, të cilin e kishte edukuar në aspektin e besimit dhe përmirësimin e shpirtit. Kështu ne kemi parë se si ai ishte bërë i mirë për faktin se daja i tij e kishte edukuar që gjithmonë ta ketë në kujtesë se Allahu është mbikëqyrës, ta ketë frikë vetëm atë dhe vetëm tek ai të mbështetet. Prej këshillave që i kishte marrë ishte edhe ajo që disa gjëra t'i rikujtoj kur është vetëm, kur është me njerëz, kur është në vetmi. Allahu është me mua, Allahu më shikon, Allahu është dëshmitar për mua. Kur ndodh që fëmia të formohet me edukatë që është larg besimit islam, të zhveshur nga edukata fetare dhe lidhshmëria me Allahun, vërtet fëmia në këtë gjendje fillon të shkojë ka bërja e mëkateve, ka degenerimi, ka humbja dhe ateizmi, por më e keqja është se ai ndjek pasionet e epshit, vepron sipas pasioneve të këqija të epshit dhe cytjeve të djallit, të cilat janë në pajtueshmëri me pasionet e epshit të keq. Nëse karakteri i fëmijës është i llojit i qetë dhe pacifist, i cili jeton indiferent ndaj jetës, i gjallë por si i vdekur, është si i zhdukur edhe pse është prezent, kur vdes nuk lë asgjë keq. Nëse ndodh që karakteri i fëmijës të jetë me ndjenja shtazarake, i tilli ndjek epshet dhe pasionet, të cilat e hedhin në aram dhe për shkak të këtij karakteri, për të janë të hapura të gjitha rrugët e këqija. Tek ai nuk ka turp, nuk ka ndjenja që e ndalojnë prej së keqes, nuk ka arsye. Kur ndodh që karakteri i fëmijës të jetë nacionalist fanatik, duke menduar se është më i larti në tokë, duke u sjell me mendjemadhësi ndaj njerëzve, duke e shprehur forcën e tij ndaj njerëzve me tirani, duke u mburrur me gjuhën e tij, duke u lavdëruar për punët e tij. Ai nuk ka tjetër breng, veç t'i shohë njerëzit të vegjël në raport me veten, të pafajshmit, të gjakosur. Po qëse ndodh që karakterin e fëmijës ta sundoj djallëzia, planifikimi i kurtheve, përçarja ndërmjet atyre që duhen mes vetit, vendosja e minave për të shkatëruar, helmimi puseve për të mbytur, turbullimi i ujrave për të krijuar mundësi për gjuajtje të peshqve, zbukurimi i mëkateve, nxitja për imoralitet, nxitja e armiqësisë dhe pezmit ndërmjet njerëzve. Kështu veprojnë të gjithë ata që në vete e kanë ndikimin e pasionit që shpihen në të keqe, që në vete kanë karakter degenerues, i cili ndjek pasionet e epshit, që është i verbuar dhe i shurdhuar,
nga pasimi i epshit, dhe për të cilin epshi është Zot i adhuruar, ku për këtë Allahu thot: "E kush është më i humbur se ai që, duke mos pasur fakte prej Allahut, ndjek epshin e vet?" Atë që u përmend deri tani, shkurtimisht mund ta përmbyllim kështu: edukata e besimit është ajo që e drejton si duhet karakterin e degeneruar dhe e përmirëson shpirtin e njeriut. Pa këtë edukat, nuk ka mundësi që të përmirësohet fëmia, as të ketë jetë stabile dhe as moral. Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.